Policia e Elbasanit ka zbardhur ngjarjen që ndodhi pak ditë më parë ose më saktë 2 ditë më parë ku vra një biznesmen në këtë qytet. Për folur mbi këtë ngjarje dhe mbi zbardhjen e kësaj ngjarje kam të ftuar në një lidhje direkte ekspertin e sigurisë Fation Softa. Zoti Softa, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje. Zoti Softa, mund ta thoni rrethanat e ngjarjes dhe po themi çfarë ka ndodhur realisht dhe kush fshihet pas vrasjes së biznesmenit? Ka qenë një atentat i mirë organizuar, ka ndodhur në vendin e tij të biznesit. Një Audi e zi është ndaluar në afërsi në momentin që ai ka dalë nga struktura për të vajtur drejt automjetit dhe ka ekzekutuar. Arma e përdorur ka qenë pistolet, ka qenë një pistolet e cila distanca e goditjes e afërt dhe fakti i ka qelluar drejt kokës, mund të kenë pasur dyshime që ai mund të ketë lëvizur dhe me antiplomb. Por kjo është për të verifikuar, por fakti që aftësia e tyre për të goditur precisioni, sepse me 3 fishek që ka goditur, ka arritur t'ia marrë jetën. Pastaj ata janë larguar nga vendi i ngjarjes, si gjithmonë të njëjtat forma të atentateve, largohen në drejtim të Librazhit dhe një nga zonat ku ato e kanë para planifikuar me siguri është gjetur një mjet i djegur i dyshuar që është i autorëve të ngjarjes. Më pas policia ka marrë pamjet filmike të pikës karburantit, një biznesmen në fushën e karburantit, por njëkohësisht dhe të një shërbimi taksi, që është futur kohët e fundit si një shërbim i ri, si ndër shërbimet e reja të taksive, dhe njëkohësisht personat e dyshuar, të ndaluar, të shoqëruar, kanë qenë një person nga Lezhë, i cili dyshohej nga pamjet filmike ka përdorur të njëjtin automjet të autorit, e cila ka qenë një mjet i lëshuar me qira në rrugën e Kombit. Është bërë kontrolli i banesës tij. Është bërë dhe shoqërimi një personi në Durrës, përsëri dyshuar që mund të ketë përdorur një automjet, dhe shoqërime tjera të cilët shkojnë drejt mundësisë për të gjetur pistën dhe për të gjetur autorët e këtij atentati. Dyshimet sigurisht mund të jenë të ndryshme dhe pistat mund të jenë të ndryshme, por ata fokusohen tek e kaluara e viktimës, tek biznesi që ai ka, dhe nëse ka pasur konflikte për arsye biznesi apo për arsye të tjera, të cilët do të jenë ndër pistat kryesore të hetimit për të gjetur edhe për të vajtur drejt porositësve të këtij atentati, pra atentatorëve. Dhe Softa, një organizim mjaft i mirë i vrasjes Elbasan. A ka ngjashmëri me vrasjen atentatin në Rinas? Të gjitha atentatet kanë një lloj ngjashmërie, por ndryshon për masa, por skemat janë të njëjta. Për masa do të thotë tek numri i personave që kanë marrë pjesë në atentat, rasti i Elbasanit të paktën mendohet gjatë kohës së ekzekutimit ketë qenë një drejtues mjeti dhe personi që ka qelluar me pistolet, dhe ndoshta edhe një person tjetër apo persone të tjerë të cilët në momentin e ndjekjes së automjetit kanë bërë të mundur marrjen dhe evakuimin, largimin e tyre drejt një vendi tjetër. Ndërsa në rastin e Rinasit kemi pasur përdorimin e armëve Kalashnikov, automjeti ka qenë i dislokuar në pritje të ardhes të viktimës dhe duhet këtë pasur më shumë se sa 3 persona. Informatori, bashkëpunimi me vendin nga cila ai është ka udhëtuar, pra flasim udhëtimin e tij që vjen nga Barcelona, dhe në automjet ka qenë dhe një punojës i shërbimit policisë, kryesisht i agjencisë mbikëqyrjes policore, jo që e rëndoi këtë ngjarje, dhe ajo ndodhi në një zonë të sigurisë të lartë, largimi në mesin e ditës dhe nuk pati asnjë patrull, asnjë shërbim që të bënte ndalimin, ndërsa këtu jemi në vendin e tij të punës, ku mundësia për të vajtur një automjet, duke menduar që ai është një pikë furnizimi, nuk i jep element dyshues për strukturat policore ose për strukturat të tjera të cilat nuk mund të jenë të dislokuar në atë vend, por mund të jenë të dislokuar gjatë qytetit. Ngjashmëria është që në rastin e parë ata janë larguar dhe kanë përshkruar gjithë qytetin e Elbasanit dhe nuk pati këtu, kanë përshkruar pjesën e aeroportit dhe deri në momentin e
e vajtjes tek ai vend ku bën djegjen e automjetit. Këtu mund të ketë dyshime të arsyeshme, të cilët mund të jenë më të shpejta për të krijuar prova për të gjetur autorët, ndërsa tek e para shumë e komplikuar dhe shumë e ndërlikuar për shkak të organizimit, po dhe të një niveli më të lartë të organizimit, që nuk e di deri ku shkon nëse ka dhe struktura tjera jashtë atij grupi që ne pam të eksplozuar gjatë atentatit. Zoti Softa, për rastin e Elbasanit flitet ose më saktë është informuar që ka qenë ish ortaku që mund ta ketë organizuar vrasjen e tij, e ndërkohë sherrët kanë qenë si pasojë e ndarjes së fitimit. Si shpjegohet që nuk zgjidhet në mënyrë ligjore, po themi gjithë problematika që kanë, por shkohet në vrasjen e ish ortakut, ish shokut, ish kolegut? Kjo është një pistë që sot është ngritur ose qarkullon si një mundësi, si një dyshim. Sigurisht që duhet shkohet dhe të vërtetohet me prova që mund të jetë dhe një konflikt i tillë. Mjafton të pyesësh dhe të kemi informacion nga familjarët, të kontrollohet telefoni dhe tabulatet dhe komunikimet që ka pasur në të, kërcënime, presione, dialogje e tjerë, punojësit që janë përreth dhe ata që janë pjesë e stafit, që duhet të kenë informacione lidhur me këtë gjë, dhe pastaj drejt një hetimi ekonomik, çfarë problemesh kanë pasur dhe kur kanë vazhduar dhe për çfarë kanë vazhduar këto probleme. Nëse kjo mund të jetë një nga pistat, gjë që mund të ndihmonte nëse do të kishte edhe kontrollin e tabulatave dhe të komunikimeve të atij personi dyshuar në raport me persone të tjerë, kontakte të ndryshme, duke parë mundësinë nërmjet tabulateve, nërmjet të antenave, vendet ku ai ka qenë dhe me kë persona ka kontaktuar, që mund të hedhë hije dyshime me cilët persona ka pasur kontakte, nëse ai mund të jetë personi i porositësi i kësaj vrasje. Sigurisht është herët ndoshta për të shkuar drejt një piste apo drejt një piste finale për një akuzë, sepse do të jetë në të gjitha pistat në tavolinë derisa të shkohet tek një pistë më e besueshme që të çojë drejt të zbardhjes së ngjarjes. Zoti Softa, sa shanse që ka që kjo ngjarje të zbardhet? Duket në rrugë të mbar. Fakti që ka disa dyshime të arsyeshme, të cilët edhe në momentin e parë diskutimet dhe analizat e ekspertëve kanë mbajtur tek 3 profile, tek 3 pista. Pra, pista e aktivitetit të tij, shkaku që ka ndruar mbiemrin, nuk besoj se e ka ndruar për shkak të ortakut. Dhe duhet parë dhe aktiviteti që ai ka pasur, nëse mund të vijë në forma tjera, ky ekzekutim. Mund të jetë një porosi brenda qytetit, një porosi jashtë qytetit, pra në çfarë aktiviteti ai ka qenë i përfshirë. Nëse ka dyshime, sigurisht se nuk mund ta aludojmë për një person i cili ka një biznes caktuar. E dyta mund të jetë kjo pistë ju thoni, pra mund të jetë një pistë e brendshme, por të paktën kjo mund të kishte vajtur në zgjidhje. Nuk besoj se duhet shkonte deri në eliminim, sepse eliminimi pastaj është një pasojë e cila çon tek akmarrja, hapen pistat, hapen konflikte të panevojshme aq më tepër në një qytet që është shumë problematik dhe grupet kriminale, edhe pse nuk kanë pasur një aktivitet të dukshëm, janë grupe të fjetura, por janë aktive brenda atij qyteti. Zoti Softa, 2 ngjarje, 2 atentate brenda pak ditësh. Çfarë sigurie ka Shqipëria, kanë qytetet e Shqipërisë kur vriten biznesmen, vriten afërsi të zonave shumë të mbrojtura, po themi siç është Rinasi. Pra, a duhet punuar pak me sigurinë e qyteteve dhe me policinë e shtetit? Policia e shtetit dhe strukturat tjera e kanë përparësi sigurinë e qytetarëve shqiptar, por në veçanti dhe të bizneseve të cilët në kushtet që jetojnë janë pjesa promovuese ose pjesa e punësimit, pjesa e zhvillimit ekonomik, sepse janë taksat, janë të ardhurat, janë punësimet e tjera, dhe ata punojnë kushte shumë të vështira dhe nën presion. Kujtojmë qytetin e Shkodrës, sa gjoba janë vënë dhe sa gjoba ka pasur tek bizneset, tek tregu në Shkodër. Pra, gjobat ndaj tyre, presionet ndaj tyre vazhdon të jenë të mëdha nga personet dhe nga grupet të cilët janë, ose rasti i Durrësit për shembull, gjoba apo tentativa për të marrë hotelin. Prandaj biznesmenët ka pasur dhe ka presione dhe këta janë në kushte shumë të vështira për punën që bëjnë. Përveç konflikteve, edhe një pjesë ndoshta e vogël vjen dhe me biznese të ndërtuara nga biznese
nga aktivitetet paligjshme dhe kanë vajtur drejt pastrimit parave. Dhe këta patjetër prodhojnë konflikte dhe kemi ngjarje të kësaj natyre apo të natyrave të tjera që mund të vi për shkak të këtyre aktiviteteve. Policia e shtetit thash ka disa ngjarje të pasbardhura, fillon që nga vrasja e biznesmenit që ishte e imobileve në fillim të vitit, kujtojmë, tek pallati me shigjeta. Dhe disa ngjarje të pasbardhura tregojnë edhe një herë që ajo deklarata që bëhet nga institucionet shtetërore që Shqipëria është një vend i sigurt, nuk do të merret që të mbulojë problematikat, sepse mund të kemi një lloj sigurie totale, por fakti që organizohen atentate nuk ndodh edhe në vendet që është Italia. Nuk është se s'ka probleme krim ka kudo. Pa atentate të mirë organizuara, të organizuara në eliminime, kjo pastaj është diçka që e cënon sigurinë dhe perceptimin e publikut për sigurinë publike. Zoti Softa, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit.